Këto pamje i përkasin parcelave me pemë të ri të fermerit Altin Fisheku nga fshati Gajt, qendra administrative poshtë një bashkia Dimal, aty ku puna dhe pasioni bashkohen për të ndërtuar një fermë model. Altini i kthyer në fshatin e tij në vitin 2000 pas një periudhe emigracioni, vendosi t'ia kushtoj jetën bujqësisë, duke ndjekur rrënjët e traditës dhe duke e kthyer tokën në burim të qëndrueshëm të ardhurave dhe krenarisë familjare. Sot ai është një shembull frymëzues për të rinjtë dhe komunitetin përreth. Në një plantacion prej 1 hektar me darda, një nga më të rrallët në vend jashtë zonës së Korçës, Altini ka arritur të prodhoj fruta cilësore për tregun vendas dhe ato të huaj, duke treguar se me përkushtim dhe dashuri për tokën, çdo gjë është e mundur. Në kuadër të projektit promovimi i zonave rurale përmes shërbimeve këshillimore, i iniciuar nga Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, në bashkëpunim me shkollën nëntëvjeçare të Gajdës, u zhvillua një trajnim praktik, pikërisht në plantacionin e Altinit. Tema e trajnimit ishte kultivimi një sere moderne, me qëllim që të ofrojmë nxënësve njohuri praktike mbi teknologjitë e bujqësisë moderne dhe t'i motivojmë të angazhohen në zhvillimin e fermave familjare. Ferma Altinit shërben sot jo vetëm si model për prodhim të suksesshëm, por edhe si hapësirë mësimi dhe frymëzimi për brezat e rinj. Puna me tokën është krenari, të jetosh në fshat, do të thotë të ndërtosh një të ardhme të sigurt dhe të qëndrueshme, është mesazhi që përcjell puna e Altinit.